Si do të bëhet lëshimi i faturës elektronike për furnizimet e përngjashme me eksportet e mallrave apo shërbimeve në funksion të realizimit të projekteve të SASPAK nga Selfcare? Zbatuesi apo përfituesi i projektit apo kontraktori për çdo transakcion që kryen në funksion të zbatimit të projektit duhet të lëshojë ose pranojë vetëm fatura elektronike, e-invoice. Fillimisht aksesojmë portalin Selfcare duke vendosur kredencialet e llogarisë së biznesit në portalin e-Albania. Shkojmë tek menuja fatura elektronike dhe klikojmë opsionin Kriju faturë elektronike. Përzgjedhim llojin e procesit të faturës dhe plotësojmë të dhënat e blerësit. Më pas plotësojmë artikujt e shitur ku duhet të përzgjidhet shkalla e TVSH-s si eksport. Pasi kalojmë në hapin e radhës, te rubrika referencat, plotësojmë fushën të dhëna për projektin, duke vendosur kodin unik të identifikimit të projektit sipas SASPAK dhe kodin e certifikatës së regjistrimit të drejtorisë rajonale tatimore. Më pas plotësohen detajet e llogarisë bankare dhe afati i pagesës së faturës. Vendoset fjalëkalimi i certifikatës elektronike dhe më pas përfundohet me lëshimin e faturës.